Në vijim të takimeve me qytetarët dhe grupet e interesit, kandidatja e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Briseida Çakëri është takuar me pasardhës të veteranëve. Kandidatja Çakëri cilësoi veteranët si njerëzit që me sakrificën e tyre kanë shkruar historinë. Çakëri ka theksuar se ky takim me ta ishte një moment shumë i rëndësishëm, por edhe shumë frymëzues dhe emocionues. Pata nderin dhe privilegjin të takohem me pasardhësit e veteranëve tanë, njerëzit që me sakrificën dhe guximin e tyre kanë shkruar historinë e kombit. Ishte një moment frymëzues, plot emocione dhe mirënjohje për ata që dhanë gjithçka për lirinë dhe të ardhmen tonë, respekt dhe nderimi përjetshëm për ju, shpreh kandidatja Çakëri gjatë takimit që ka zhvilluar me pasardhësit e veteranëve. Kandidatja e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës në listën e hapur, Briseida Çakëri, po vijon kështu intensivisht takimet me qytetarët, ku po shpalos programin e Partisë Socialiste, por njëkohësisht po kërkon edhe votën që nesër të jetë përfaqësuese e denjë e qytetarëve të Vlorës në parlamentin shqiptar. Çakëri rrjedh nga një familje vjetër vlonjate, por edhe me kontribute në Partinë Socialiste, ndërsa tashmë është në garë në listën e hapur si kandidate për deputete.